Dhe të gjitha ata që sot janë këtu prindër dhe kanë fëmijët e tyre të vegjël, që një ditë presin t'i çojnë në universitet, në momentin që kanë pasaportën europiane të Shqipërisë, nuk ka nevojë për pasaportën greke, që fëmijët t'i çojnë në çdo lloj universiteti në Greqi apo kudo qoftë dhe të jenë njësoj si fëmijët grek apo fëmijët e tjerë student europian të njëjtit vend, jo student të huaj në Europë, siç janë deri tani. Prandaj, për sa i përket jetës suaj këtu, për sa i përket të ardhmës suaj këtu, për sa i përket të gjitha andrallave dhe të gjitha peripecive që ju keni kaluar, apo që mund të keni akoma me shtetin për gjithë farë lloj arsyesh burokratike, ka vetëm një përgjigje shumë e thjeshtë, është në dorën tuaj, është vota e 11 majit që bën që Shqipëria deri në 2027 të mbylli negociatat me Bashkimin Evropian dhe brenda kësaj dekade të bëhet antare me të drejta të plota e barabartë në Bashkimin Evropian. Pjesa tjetër është lidhja juaj me Shqipërinë. Pjesa tjetër është shtëpia, toka që keni lënë pas në Shqipëri. Pjesa tjetër është dëshira, malli, apo edhe interesi për të kthyer kokën dhe për të parë nëse ka një mundësi për të investuar kursimet në Shqipëri. Nëse ka një mundësi, jo do e mos për të kthyer për gjithmonë, por duke pasur dhe pasaportën europiane për të jetuar dhe këtu dhe atje, për të punuar dhe këtu, për të investuar dhe atje. Dhe për gjithë ata që janë këtu në Greqi apo edhe në vende tjera dhe që kanë një tokë në fshat, që kanë një shtëpi të rënuar të gjyshit në fshat, apo që njohin miq ose kanë të afërm në fshat, ku mund të bëhet një investim. Ne kemi kaluar në parlament eksaktësisht për emigrantët një ligj që sot është në fuqi, që thot se çdo kush që zotron një tokë për cilën mund mos e ketë akoma dokumentin e pronësisë, por ama ka dëshmitarët e mjaftueshëm në fshat atje, që është toka e të parëve të tij, mund të marrë një vërtetim të thjeshtë fare nga Këshilli Bashkiak dhe me atë vërtetim mund të marrë leje për të rindezur oxhakun në shtëpinë e gjyshit dhe për ta kthyer shtëpinë e gjyshit në një agroturizëm apo për të investuar atje në çfarëdo lloj rrugë që zhvillohen investime në fshat, për blegtori, për agropërpunim, gjëra që ju i bëni këtu, gjëra me të cilat ju jeni mësuar këtu dhe për të cilat ju keni një eksperiencë të jashtëzakonshme. Unë takova një djalë para pak javësh nga ky ishull, i cili merri me grumbullimin e produkteve bujqësore edhe me pastaj nxjerrjen e tyre në treg. Dhe grumbullonte produkte nga të gjithë, edhe nga grekët, edhe nga shqiptarët, pra
ju keni shumë eksperiencë, ju keni shumë dije, ju keni parë shumë, dhe për cilin do për jush që do të kthehet atje, ose do të investoj atje, në këtë rrugë, duhet keni parasysh që ligji thot se për 500 aplikantët e parë, janë 10 vite pa taks, pa TVSH, pa asnjë lloj detyrimi ndaj shtetit. Po ashtu, unë e di që ky ishull është një ishull që ka një turizëm shumë të zhvilluar, por gjithë ata që presin sezonin këtu për të punuar në turizëm, i ftoj që në ndërkohë të interesohen dhe në Shqipëri, të pyesin dhe si janë pagat në turizëm në Shqipëri. Nuk ka nevojë të më dëgjojnë dhe të më besojnë mua. S'ka nevojë të dëgjojnë dhe të besojnë asnjërin nga ne. Mjafton të interesohen.